Miqtë dashur, jemi rikthyer në pjesën e fundit të programit ton, ku ashtu sikurse ju tregova, do të jemi në një lidhje Skype me regjisorin Bujar Alimani. Mirëmëngjes Bujar. Edhe ndjes që po qesh, po shoh që je në automjetin e radio televizionit Ora, çka na tregon që je nisur për program, po trafiku s'po na lejon. Sot ka mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Sot Tirana është gdhirë në shi, e gjitha arteriet kryesore janë të bllokuara. Kështu që mendoj që ishte një zgjidhje për të mos e djegur as temën edhe programin tuaj. Sot lidhjet bëhen në gjithë botën, kështu që pse jo edhe nga disa kilometra në Tiranë. Në fakt është zgjidhje shumë e mirë edhe shoqëruar që ekziston që ja të realizojmë lidhje të tilla, sepse me thënë të drejtën profesor, unë kur e pash për herë të parë trailerin e The Albanian Virgin, dëgjova për filmin kur isha në Prifest, me thënë të drejtën se pata mundësi të takojmë edhe me disa nga aktorët, përfshi edhe Rina Kresniqen që është në rol protagonist, një aktore fantastike. Dëgjova për filmin, ama kur kam parë trailerin e këtij filmi, unë kam mbetur pa fjalë. Dhe kur më la pa fjalë traileri, imagjino se çfarë mund të ndodhë pastaj kur të shoh dhe gjithë filmin. Është vërtet, është një film i cili plotëson në radhë të parë kualitetet artistike, por edhe ato teknike. Domethënë, suportimi gjerman është një film prodhimi 4 vendeve, 4 shteteve, Gjermania, Belgjika, Shqipëria dhe Kosova. Kështu që oferta e Gjermanisë kryesisht ishte për një cilësi të jashtëzakonshme edhe në nivelin teknik, edhe në atë estetik sigurisht. Domethënë drejtori i fotografisë Jörg Widmer ishte një nga gjërat që mua më shtyti shumë për të bërë pjesë e filmit. Është një nga dipit më të rëndësishëm sot në botë. Dua të pyes në fakt edhe për eksperiencën tënde profesor në lidhje me këtë film, por me siguri gjithë publiku është bërë kurios tani pse unë thash ky trailer që nga kaq i jashtëzakonshëm. Prandaj do të ftoja publikun ta ndiqte me shumë vëmendje filmin Virgjëresha shqiptare ose The Albanian Virgin, një pjesë të shkurtër sigurisht është traileri i tij. E shohim së bashku. Sare Shoaqer, më emocionon këtë trailer, shumë interesant. Rikthehemi në bisedë me regjisorin e këtij filmi, me Bujarin, i cili po na tregonte pak se si është realizuar filmi, dhe mbi të gjitha unë kisha kuriozitet ta dija sepse filmi do të udhtojë dhe po udhton aktualisht drejt Varshavës apo jo? Nesër unë nisem për në Poloni, për në Festivalin e Varshavës. Është hera e tretë që shkoj në 2018 me delegacionin. Një vit më pas më ftuan të jem pjesë e jurisë ndërkombëtare dhe këtë vit sërish, domethënë me konkurroj sërish me filmin tim më të ri. Sigurisht është pas Grand Prix në Varshavë është një përgjegjësi shumë e madhe, se njerëzit edhe pritshmëritë janë të mëdha. Unë nuk e di se si do të shkojnë gjërat, por e rëndësishme është që ne të komunikojmë me njerëzit, me shikuesit, me publikun. Është gjë më e rëndësishme që mund të bëj një vepër artistike. Mendoj që do shkoj mirë, sepse edhe publiku polak ka shprehur interesim, sa na thon njerëzit e festivalit. Shpresojmë si grup i gjithë kryesisht shqiptar, se unë nuk i ndaj ata të Kosovës dhe ne, të kemi një rezultat shumë të mirë. Le të shpresojmë. E uroj vërtet që ashtu të ndodh. Si ishte reagimi yt kur pe skenarin edhe kur të treguan pak a shumë historinë e këtij filmi, dhe nëse mund na tregosh diçka nga historia, do të ishte interesante. Po, në fillim ka disa vjet që producentja gjermane, Anita Elsani më ndjek ose më saktë ka qenë shumë afër meje pikërisht për këtë projekt. Domethënë, ajo është bashkëprodhuese e filmit tim të dytë me metazh gjatë Krom, por i gjithë qëllimi në fakt i saj ka qenë sepse ka shumë vite që po e punon The Albanian Virgin dhe ka qenë që të më ofrojë dhe të më bëj pjesë regjisor të këtij projekti. Bëhen burrat të shtëpisë duke marrë përsipër gjithë barrën dhe përgjegjësinë që u takon, edhe ky një element shumë i fortë i shoqërisë shqiptare, shumë i ndershëm, do thoja. Megjithatë, tek neve kemi ardhur paksa më vonë. Pra, ngjarjet zhvillohen në fund të dekadës të viteve 50. Pra, jemi në 1958 dhe më vonë, duke ardhur dhe edhe në ditët e sotme. Është një dashuri e ndaluar e një çifti dhe për disa arsye personazhi kryesor i filmit, karakteri kryesor vë të drejtën në vend.
Në film sigurisht mbizotron paqja, edhe pse duket sikur ka vrasje, ka dhunë, por mesazhi i paqes është më shumë i fortë se sa i hakmarrjes. E dim që filmi do të thojë drejt, po u thonë më saktë aktualisht në Varshavë, po kur do të vijë në Shqipërinë, Kosovë, kur do të jetë i gatshëm për të parë nga shqiptarët? Se qaj hallin tim, jo për gjë. Atëherë unë gjej rastin që të them për herë të parë në emisionin tuaj, përfshi edhe hallin tuaj personal. Që në datën nuk është vendosur akoma, por në mes tetorit do bëjmë premierën në Tiranë. Pritet për datat 14 ose 15 tetor. Fill pas Varshavës, pak ditë më pas, gjithë stafi do të jetë këtu, përfshi gjermanët, belgët, aktorët që do të vinë nga Kosova, aktorët tanë shqiptarë, të Shqipërisë, domethënë zyrtare, kështu që do të kemi kënaqësinë të kemi pjesë të premierës. Sa bukur, mezi po pres, me të vërtet më ka intriguar shumë ky film dhe jam bërë shumë kurioze. Si ka qenë energjia e grupit, si ka qenë puna të punosh mes stafit të 4 vendeve, Gjermani, Belgjik, Kosovë, Shqipëri, epse Kosova, Shqipëria janë një praktikisht, po? Nuk ka qenë, nuk mund të them që ka qenë as e lehtë as e vështirë. Sigurisht ne kemi xhiruar pjesën e parë të filmit xhiruar në 2 pjesë, në verdh dhe në dimër. Domethënë, kemi xhiruar në 2019 në muajin gusht, në një periudhë shumë të nxehtë edhe shumë të vështirë, kemi xhiruar në Kusharë. Pas ka nisur hershëm xhirimet, ë? Edhe Shkodër dhe pastaj në shkurt, në fund të shkurtit të 2020, pak para se të fillonte pandemia. Domethënë kemi qenë me fat që përfunduam ato xhirime përpara se të fillonte pandemia. Kështu që nuk mendoj që ka qenë unë kam patur një kast jashtëzakonshëm aktorësh, nga më të mirët tanët, përfshi edhe të Kosovës, unë i konsideroj të mirë. Kështu që Asil Kabashi, Alban Ukaj, Irina Krasniqi, Shkurte Sulejmani, Mimoza Azemi, Lul Zeqa, Nik Gjelila, Viktor Zhusti, Iglizarka, nuk di nëse shpesh patjetër, stafi ka qenë shumë i madh, nuk diskutoj. Ti përmendi, po, Gresa Pallaska, Aurita Gushi, Jonida Vokshi e përmend, e thash, po, kështu që kemi patur një kast shumë të mirë, shumë të zgjedhur dhe mendoj që i kanë dhënë shumë filmit. Ke patur një kontribut në përzgjedhjen e aktorëve, kishe një preferencë tënde personale për ndonjë nga rolet? Nuk ne bëm një audicion, sigurisht për hir të vërtetës, domethënë unë gëzova që me ne do të ishte Nik Gjelila për shembull, me cilin unë punoja për herë të parë, dhe me aktorët e Kosovës që punoja për herë të parë, me Astrid Kabashin, me Gresa Pallaskën, me Aurita Gushin, me Alban Ukajn, me Rinën e Zjolla, me sigurisht kur shkova në audicion, aktorët e Kosovës kanë ardhur të gjithë në audicion, kemi bërë një audicion shumë të madh dhe shumë të lotshëm në të dy vendet, por mendoj që ja kemi dalë. Rina Krasniqi sigurisht është emblema e filmit edhe ka bërë një kryerol. Aq të mirë dhe aq të madh sa ke frikë ndonjëherë, në kuptimin që çfarë do të bëj ajo më pas kësaj. Interesant shumë gjithë se çfarë na rrëfeve na tregove profesor. Lajmi mirë është shumë shpejt do të vijë edhe për publikun këtu në Shqipëri, kështu që kjo na gëzon pa mas. Dham ndoshta një lloj teaseri apo një lloj hinti për publikun për këtë film, po me siguri do të vini përsëri në studion ton dash Zoti dhe urojmë që kështu do ndodh, të vini të gjithë edhe të diskutojmë gjatë e gjerë për këtë film mrekullueshëm. Shumë urime. Do naftoni të gjithë dhe mendoj të naftoni një ditë pa shi, domethënë mos ta bëjmë mos ta bëjmë nga një van, nga një furgon të gjithë intervistën. Megjithatë, unë i falenderoj shumë. Faleminderit shumë për gjithë vështirësitë që kaluam në këtë mëngjes dhe urim edhe një herë komplimente për këtë realizim. Të përshëndesim shumë, ishim me Bujar Alimanin, i cili është edhe regjisor i Virgjëreshës shqiptare, një film që sikurse profesori na tregoi ndoshta shumë shpejt do të vihet edhe për publikun shqiptar në kinema. Një orë më parë aq më bukur se kurioziteti është i madh për këtë film. Miq të dashur, me sukses e quam përpara këtë 3 orësh në këtë mëngjes, që edhe pse dukej i zymt edhe me shumë shi, ne u përpoqëm të sillim sadopak diell. E para sepse studioja jonë është plot me ngjyra, e dyta sepse unë u përpoqja që t'ja kaloja mirë duke ju përcjell edhe juve, dhe e treta sepse unë ndjeva të gjithë dashurinë që ju më çoni nëpërmjet mesazheve që më keni sjell në Morning Show ditëre. Ju dua shumë, faleminderit që keni qenë me mua edhe ditën e sotme. Ne do të ritakohemi nesër për ta mbyllur së bashku javën. Deri atëherë, kaloni bukur, mirupafshim.